Buçi më bu CHI. Bu CHI. Ne, po. Përshëndetje koleg. Që kemi? Hiç mirë. Je gati për të diskutimin shekullor që do ndodhi sot? Para diskutimit shekullor, plaka dua të përmendja diçka në lidhje me aktualitetin. I ke dëgjuar ato lajme që këto fundit për ato aksidente gjërat? Kanë ndodhur disa aksidente katastrofale në Shqipëri, në Vlorë, domethënë është plasur një familje e kanë vdekur të katër. Në babë dhe fëmijë. Dëgjova pak sot në mëngjes, nuk e di me detaje, po më kapi veshi sot tek lajmet. Njëse për plasur nga një individ tjetër, domethënë që se di se kush janë, por që ishte me shpejtësi jashtëzakonisht shumë të lartë, domethënë, dhe jo vetëm kaq, por është një vrull i jashtëzakonshëm, domethënë gjithë Shqipërinë këto 3-4 ditë kanë ndodhur super aksidente. Domethënë edhe në Tiranë ishte një xhaxhi që rinte në hije i shkreti, e kishte goditur një makinë, nuk e di shpëtoi apo jo. Edhe unë personalisht do të thoya vetëm për ata 10-30 vjeç që dëgjojnë, domethënë nëse të paktën kanë ndonjë rob që njohin, sigurt një këshill t'i jepnin, domethënë që ti lën ato videot me makina me shpejtësi me 200 në autostradë, se nuk i kemi ne ato kualitet e rrugës. Sa të bëjmë si na do qefi dhe të ruajmë jetën. Nuk e di se si nda interpretosh ti këtë qa mund t'i thosh ti njerëzve që ti thërrazin mendjes. Të shohin episodin e parë që bëmë ne. Pra. E kaluar ku thash kualiteti shoferëve në Shqipëri dhe shumë për dëshiruar, po. Dhe atë e ke thënë kështu si kur e dije që do të thotë. Po. Fatkeqësi e madhe. Nejse, le të kalojmë në hare të dashur miq. Ju nuk e dini, po ne jemi profesor, doktor, veteriner madje në fushën e drejtësisë. Dhe ne do mundohemi të diskutojmë për parimet themelore të kushtetutës, po dhe drejtat e njerëzit. Edhe drejtat e njerëzit, domethënë që janë të shkruar atje brenda, po jo të gjitha. Nga fillimi, nga këto, jo Shqipëria, Republikë Parlamentare, zgjedhjet lirat ndeshme, ke parasysh. To i lëm, ë? I dim to. Ti doktor. Po. Pra, unë kam gjetur disa që mendoja se vlen të diskutonim. Të fokusohemi tek ato më mirë, nëse më vonë do ketë interes që të vazhdojmë me këtë lloj formati, mund të bëjmë edhe të tjera. Ajo është ide shumë e mirë, domethënë. Është më kompakte. Le të nisim pa humbur kohë të dashur miq. Unë po lexoj nenin, naku me ato pika ai sa 4, më thënë, edhe do mundohemi ta kuptojmë pastaj. Në rregull. Po. Sot jam përgatitur si fillim në faqen 5 të publikimit ose në faqen 1 të PDF-s online, neni numër 2 të pjesës së parë të parimeve themelore. Neni numër 2 thot: sovranitetin e Republikën e Shqipërisë i përket popullit. 2. Populli e ushtron sovranitetin nëpërmjet përfaqësuesve të tij ose drejt për së drejti. 3. Për ruajtjen e paqes dhe interesave kombëtare, Republika e Shqipërisë mund të marrë pjesë në një sistem sigurimi kolektiv në bazë të një ligji të miratuar me shumicën e të gjithë anëtarëve në kuvend. Tani, ky është fundi i nenit 2 para për parimet themelore, po tek pika 2 daku kur thotë që sovranitetin e ka nëpërmjet përfaqësuesve ose drejt për së drejti. Drejt për së drejti përveç referendumeve? Po, ajo është e vetmja mënyrë që ka populli për të ushtruar sovranitetin e vet drejt për së drejti. Edhe me sa di unë, një referendum është 20.000 firma apo jo, që të quhet i vlefshëm. Më 20 apo 50, diçka e tillë është. Po. Nuk jam shumë i sigurt, po nuk mendon ti se është një çik pak, vetëm një mënyrë? Po, shumë pak. Për mua kjo lidhet edhe me pjesën e parë, ku thotë sovraniteti i Republikës së Shqipërisë i përket popullit. Tani
çfarë mënyre ka populli për ta mbrojtur sovranitetin e vet nga qeveria, përveç referendumit? Mirë, pra, për pikërisht ajo, pjesa e referendumit duhet të dalim një çik më shumë, se kam diskutuar edhe me disa persona të tjerë, domethënë që nuk e di domethënë si janë ato backbones ligjore domethënë që mund ngrihet referendumi. Pa nuk mendon domethënë që për disa lloj ligjesh është më drejt bëhet referendum? Fusim këtu për shembull ligje sociale? Pse duhet të vendosi një parlament për rob që janë zgjedhur për mbarvajtjen e ligjit për shembull ose për krijimin e ligjeve të reja financiare, ekonomike, kupton të drejtave të njerëzit, barazia e gjitha të tjera. Për ndryshime më amne që përkrasin shtresës që e ndikojnë direkt njeriu, më amne do ishte një çik më normale, që do ishte me referendum, siç bën Zvicra për shembull, ato për e kupton për ato pagat kështu që jepen në ndihma ose për të futur në Europë edhe për të gjitha për shembull. Ata i bëjnë me referendume, kurse ne nuk e di sa referendume kemi bërë, 1 apo 2 të historisë e demokracisë. Për sa i përket atyre programeve sociale, unë s'është, domethënë, kur vjen puna te qeveria, nëse do presim nga qeveria që t'i japi asistencë për papunësinë apo për mendimin tim do ishte që qeveria të ishte opsioni i fundit. Po, Zicerianët kanë bërë 2 herë kundër ka votuar. Po. Në fakt, për mua një problem tjetër është përveç referendumit, po sikur populli kishte drejt që të mbrojë nga qeveria me anë të armëve. Të mbrojë nga qeveria me anë të armëve, plaku? Po. Që është një çik jo e përshtatshme për Shqipërinë kjo. Do të marrë parasysh çfarë kemi kaluar ne me armët. Dakor, kjo është vërtet, sa unë kur po mendoja vetë, ajo që më dole parë, se si popull nuk e se kemi atë maturitet emocional që të kemi armë. Pikërisht, nuk e kemi as pak. Për mendimin tim, nëse do ishte një ta zëm ideal fare dhe do ishte e njohur nga kushtetuta që çdo njeri ka të drejtën mbaj armë, siç është në Amerikë. Po duke parë edhe çfarë ndodhi me 97-ën që kur shqiptarë morën armë dhe ju turën në fyt njëri tjetrit. Po prandaj po them me dy presa. Ajo është ka presën e keqe shumë të madhe në Shqipëri, se nuk është vetëm maturiteti plako se nuk ndalon vetëm aty. Po që maturiteti është thelbësor për mendimin tim, se ti nuk e di sa e ke dëgjuar lajme në Shqipëri, por kemi pasur ato periudhën e 4-6 muajve të fundit janë vrarë njerëz që kanë nxjerrë nga lokale, që si ka dhënë raki. Ai ka vrarë tjetrin se i xhironte gomat e motorit. E kupton tash ti? Ku degradona? Nuk është ajo. Ajo nuk është më mbrojtje pasaj. Edhe nëse ata persona domethënë që janë shumë fatkeqësisht në Shqipëri, që edhe nëse do kishin ata akses, domethënë ashtu do ishte. Nuk mendoj akoma se është nevojshme, domethënë. Plus për atë vend i vogël që është Shqipëria, domethënë prapë nuk mendoj se është përgjithsisht e nevojshme. Nuk më duket shumë e vendit ta krahasosh me Amerikën, domethënë se jo vetëm që jemi shumë larg në parime që kanë njerëzit domethënë, por që janë edhe sipërfaqe të tjera, shifra të tjera, kupton, janë rreziqe të tjera. Nuk po them që jeta e tyre është me shtrenjtë jeta jonë, domethënë ata duhet ta mbrojnë dhe ne jo. Po është një çik kështu, kokolic, e ke parasysh? Nuk në fakt me çlexova, unë nuk e lexova dot të gjithë kushtetutën dje, po me çlexova unë deri tek mezi, për sa i përket vetë mbrojtjes, nuk e se kishte ndonjë segment të veçantë për sa i përket për të vetë mbrojtur për individin në kushtetutë. Është thjesht jeta mbrojt me ligj, po më duk shumë e përgjithshme se çfarë të drejtash ke ti, se si mund ta mbrosh veten tënde. Unë këtë mund ta sqaroj deri në vjetër të pyestim mëdha, siç e di ti, ai është avokat. Ka qenë një rast në Shqipëri, domethënë diku nuk e di nga Lezhë, nga Fushkruaja, domethënë që ka ndodhur një trazirë kështu e tillë, domethënë dhe ma ka shpjeguar një herë atëherë. Nuk e di nëse e mbaj më saktë, nëse ka njëri që merr vesh nga ato, mund të fusin ai koment atë të thoshin në ngërtmorti ai keni gabim. Po me sa di unë domethënë në Shqipëri vetë mbrohesh në të njëjtën scale, në të njëjtën mënyrë, në të njëjtën shkallë që je duke u sulmuar. E thënë kështu në mënyrë ordinere, domethënë, është nëse robi të sulmon me dru, edhe ti dru mund të nxjerrësh. Nëse robi sulmon me sik, mund nxjerrësh sik, nëse robi sulmon me armë, mund nxjerrësh armë. Po
Po nuk shul, sa di unë, nuk shul vrem mbrojtje për shembull nëse ti sulmohesh me thik dhe i del me armë. Edhe një herë nuk jam i sigurt për këtë, po kjo është ajo që më ka ngelur mua kështu. Qose është ashtu si thua ti, është gabim për mendimin tim, sepse qose ti do të mbrosh jetën tënde, duke thënë se kushtetuta ta mbron jetën me ligj, ti do përdorësh mjetin më efektiv për të vetë mbrojtur veten. Kështu që qose ty të turet dikush me thik, nuk do të nxjerrësh dhe ti thikën që hajde më ta bëjmë tek nëse kështu janë rregullat e duelit, e kuptoj. Po, normalisht. Ajo që thua ti bën shumë sens më, se prandaj po them që nuk e mbaj mend sakt, duhet parë edhe një herë kjo domethënë, kjo pjesa. Ma diskutojmë herën tjetër domethënë mbas ta kem lexuar fiksa më si është. Po që argumenti i parë që ndron, domethënë më duket dy këndvështrime kanë ato. Ose referendumi si mjet është shumë pak, ose ka shumë pak referendume. Një ato dyja. Po, do ta lidhim më vonë me këtë që kur mund të flasim edhe për median edhe për lirinë e shprehjes, po një diçka tjetër që nuk e din që sa shqiptarët din, po shqiptarët kanë të drejtë që edhe ti kërkojnë informacione qeverisë shqiptare për vendime të ndryshme që bëhen apo për çfarë do që ata mendojnë se i duket e arsyeshme për të marrë më shumë informacion, veç atyre që i ofrohet në media apo gazeta. Po, edhe unë kur ma kanë parashtruar këtë në fillim domethënë nuk e dija, nuk isha në dini fare domethënë që ti si individ mund të bësh një kërkesë në çdo lloj drejtërie të mundshme, domethënë që të marrësh informacion për diçka që të prek ty direkt ose indirekt. Po. Ishte risi e bukur domethënë, po është një çik kështu fatkeqësi që nuk i dim që nga fillimi këto, se mua më duket sikur duhet të jenë kështu pak grentit. Nuk është se është vetëm në Shqipëri, domethënë edhe në Amerikë megjithëse një ligj i tillë ekziston. Shumë pak veta e di, megjithëse vitet e fundit janë arritur rastet që për kërkesa të informacionit më shumë nga qeveria. Po i jepen domethënë është thjesht. Duhet të bësh një kërkim, edhe tani me që se janë arritur shumë kërkesat to që janë në vazhdimësi edhe kanë dhe ata të listën e tyre që nuk i kanë plotësuar akoma. Edhe për shembull tani rasti i fundit ishte me këtë Anthony Fauci në CDC që e nxorën emailet e atij ku ai fliste për Covidin e tjerë, ose edhe për Pentagonin që për UFO-t. Domethënë arrin deri në ato raste që çfarë informacionesh ka mbledhur qeveria gjatë viteve për UFO-t që ka të drejtë populli amerikan të marrë informacion. Mirë, ata edhe një çik të përgjegjshëm, nëse kemi përgjegjshmëri fare, kam marrë pasur disa informacione të ndryshme, domethënë që edhe nëse janë dashur për punë për një investitor të huaj apo për një X, një Y ka ndodhur domethënë që informacione ose vendime të marra nga drejtori ose nga institucione të tjera shtetërore, domethënë kanë ato që parasysh që se e di është afretoria zyrtare, kupton? Ku publikohet çdo lloj vendimarrje. S'është vetëm për informacion, se edhe ato duhet jenë publike, për sa i përket kompanive që ku duhet investosh, ajo është diçka tjetër besoj, nuk është se lidhet me qeverinë, po. Edhe çfarë ndodh tash për këto vendimet që merr, sidomos ato financave, domethënë ato për burimin njerëzor. Këto ata zhurnojnë ato fitoren zyrtare gjithmonë. Edhe në disa raste që di, domethënë që kanë ndodhur janë që informacioni nuk ka qenë i zhurnuar. Ligje ose ndryshimi kështu vendimi i Këshillit të Ministrave, ato VKM. Ato që kanë hyrë në fuqi, por nuk kanë qenë të publikuara. Domethënë, në rastin që jam unë dini, ka qenë fjala që kemi probleme, nuk kemi person që të merret me ata për momentin, po juve si X, Y keni të drejtë domethënë gjithmonë të kërkoni me shkrim. Është bërë kërkesa me shkrim, me letër, normalisht institucionet shtetërore gjithmonë e kërkojnë me letër ose në një farë lloje që mund të provohet që është kërkuar. Bërë një herë, 2 herë, 3 herë, dhe është dashur të vej personalisht vetëm, me thënë që të mbaroj me një çik harbutlik, mbaroj punë për 5 minuta, megjithëse kishte dërguar për 2 javë, domethënë 3 letra. Edhe këtu del, domethënë, pikpamja ime që përgjegjësia atyre që punojnë në institucione është 0. Po, në fakt ke drejtë është. Se ti vërtet është ajo që është i detyruar që të jap informacione, domethënë, po ata përdorin
me hamendje mua lloj budalliqesh për të thënë ty që po shiko se tani në momentin nuk e bëjmë dot, dhe kupton ti ku e diun tash se çfarë ka në mendje ai. Normal Po është. tregoj. Ato janë problemet e burokracisë të gjitha, nuk është se janë vetëm aty, edhe këtu siç thash unë ata kanë kërkesa që nuk i kanë i kanë ngelur mbrapa me kërkesa, nuk i kanë plotësuar dot të gjitha dhe njerëzit janë akoma duke pritur, është një njëjta situatë. Mira, jo, më duket mua se mund të lidhet edhe pak me sigurinë që ka individi domethënë. Nëse një njeri jeton normalisht, domethënë nuk ka shumë probleme, domethënë shumë probleme të thella, ma hamendja mos do histe edhe një hap më shumë, domethënë do i vinte 3 herë në zyrë, do i vinte 5 herë në zyrë për shembull. Po kur ke probleme të tjera plak po i vjen një herë, 2 herë, thoi le, pastaj të na hapin ai punë tjetër, e kupton? Po, për mendimin tim kjo është që për sa i përket kjo sovranitetit vet populli që shumë pak veta janë të interesuar se çfarë ndodh, përveç referendumeve që thamë ne edhe se nuk ka të bëjë vetëm që ajo është mënyra e vetme për të ushtruar pushtetin e vet popullit, po shumë pak veta janë të interesuar që të përzihen në ato lloj procesi. Ti je sa më të informuar apo ku diun. Thua ti që nuk i pëlqejnë njerëzit të referendumet? Jo, po flas që shumë pak me anë të kësaj që të kërkimit të informacionit, shumë pak veta kërkojnë të përzihen më shumë me këto lloj proceses që të kërkojnë më shumë informacion nga qeveria apo se si ndodh vendimarrja për ligjet apo ku diun në kuvend. Duan të ekspozohen të vënë kokën e tyre. Shikojnë ato në lajme dhe janë të kënaqur me aq. Në fakt edhe lajme për atë punin kanë dalë si gjë plak ose shiko. Prindrit tanë, domethënë apo një tjetër që janë në punë gjithë ditës, do punojë deri në orën 4, 5 do në shtëpi, do fillojë të bëjë njëri darkë, njëri të pastrojë bam bum. Është pak e vështirë domethënë ti vesh nga mbrapa, domethënë të fillosh të lexosh fitore zyrtare apo të vendosh të lexosh VKM-ra edhe nga këto. Po kjo është drejt, ajo të paktën duhet të ishte një televizion për ideo, që duhet të ishte asnjë anës, që është në Gjermani për shembull, ARD apo to që janë më në mes, nuk ka ku vetë domethënë. Ai përket aty që televizioni shqiptar është i kërkuar që të mbajë një licencë që jepet nga shteti, kështu që sa pavarur janë ata, aty ka një konflikt interesi të qartë që po, ajo është një çik e çuditshme domethënë. Nëse pavarësia e institucioneve është një çik shumë gri plak, nuk është shumë e kuptueshme domethënë që se hajde të definojmë pavarësinë pastaj, e kupton? Se mund të thojë robi pavarësi që se bën çfarë duas, je i pavarur vëlla, ti e ke ligjin, je i pavarur për shkak, po nëse ti merr lekët nga ai, licencën e merr nga ai, përgjigjesh atij, domethënë çfarë ku është pavarësia? Po, është konflikt interesi, siç thash, nuk. Po. Mirë, pra, të ecim njëherë me to shënimet e tjera. Është shënuar në faqen 8 të librit ose në faqen 3 të PDF-s në 11. Dhe themi, 1. Sistemi i Republikës së Shqipërisë bazohet në pronën private e publike, si dhe rregull të lirin e veprimtarisë ekonomike. 2. Prona private dhe publike mbrohen një lloj me ligj. 3. Kufizime të lirisë së veprimtarisë ekonomike mund të vendosen vetëm me ligj dhe vetëm për arsye të rëndësishme publike. Prona private dhe publike mbrohen një lloj me ligj. Është e bukur që është ky ligj, po nuk e kam ndier ndonjëherë këtë. Të paktën për ato raste që njohim ne, domethënë nga zonat tona apo në zona të tjera parqe e budalliqe. Duket se prona publike nuk është mbrojtur ndonjëherë. Kurse prona private është mbrojtur vetëm atje ku kanë pasur interesa. Është lënë pas dorë për të thënë saktë për pronën publike, për sa i përket parqeve të tjera. Po, ka pasur ato skandale që kanë dalë kështu një në disa vite, kështu shpëzime ose marrje gurësh ose budalliqe që u bën në parkun e Tomorit tash akoma. E kanë hapur prapë ato, çështë ditë. Janë punë ato prapë. Ne çetën atë që do i mbyllim, do i bëjmë kështu. Me thënë në punë kalojnë ato kamionat qef, sikur s'kan ndonjë asnjë gjë. Është shkatruar komplet. Po edhe prona private vetëm nga ai kanceri i ligjit 7501
vetëm ai sa viktima ka prodhuar, më thënë nga të ndarjen e tokave, edhe sa individ që kanë ardhur nga një zonë tjetër i kanë zënë tokat të tjerëve, vlezër me vlezër që janë vrarë për një rrenjë më shumë. E kupton? Po, jo vetëm ato janë dhe raste ekstreme, po. Një rast tjetër është ku po shikoja para disa ditësh që një qytetari që jetonte kishte shtëpinë e tij private, me që po ndërtoi një pallat i ri aty afër, e ndërtimet ndikonin tek struktura e pronës private të tij, do të thënë nga që përdorin aty, nuk e di, me anë të ato makineritë e rënda dhe se ndryshon komplet, po të shponin që për themelet e gjitha, aty po i prishe shtëpia, edhe thjesht ata thoshin do sjellem ne një inxhinier që ta shikoj, është e dëmtuar apo jo. Po tani ky inxhinier që do soshti kush e ka emëruar këtë gjë. Shiko, këtu dole mua në tryezën time, kur e thon. Për pjesën e dëmeve që shkaktohen, ne kemi të njëjtën gjë tek puna ime, domethënë, ne ndërtojmë kështu 3 godina që janë të ngjyra me njëra tjetrën dhe janë në kënd. Edhe kanë kufi 2 godina të tjera. Një nga ato godina, domethënë, ka për shkakun se ajo ka pasur një mashtrim kur është bërë ajo, domethënë, e ka pasur themelin të pamjaftueshëm. Por çfarë ndodh tash? Edhe në rastin që ajo ka themelin të pamjaftueshëm, detyrimi na bie ne për të marrë masa që ajo të qëndrojë në këmbë, që bie për forcimi, dhe mbasi të jetë garantuar kjo, mbasi të jetë miratuar, domethënë nga inxhinier i pavarur, nga një palë e tretë, gjithmonë, jepet fatura e kostos, edhe merr një pjesë, domethënë mund varion nga 40 deri në 60%, domethënë mund ta marrë shteti, sepse cilësohet që shteti kur është dhënë leja ndërtimit, domethënë që dhën planet e ndërtimit, e ka miratuar edhe pse ajo s'ka qenë në rregull. Në këtë rastin që thotë nëse aty dëmtohet shtëpia, është gjithmonë pastaj në pyetje cilësia e ndërtimeve, sidomos të shtëpiave përdhese ose vilave në Shqipëri. Sa di unë është zakonisht shumë i dobët, por pavarësisht kësaj mund të ndodhi, domethënë, shumë e thjeshtë ndodhi që edhe nëse ti e ke projektuar shtëpinë atë lloj mënyre, domethënë sa të mbaj veten e saj, e kupton? E ke në rregull, ti e ke brenda standardeve. Nëse ndërhyrja me sonda bëhet, domethënë, pa u bërë një studim gjeologjik, domethënë, ose mund të kapi në informacion të fortë që mund të shkaktojë lëvizje, domethënë, mjafton të lëvizje ajo brenda, mjafton të lëvizje thellë diku tek 5 mm apo 1 cm në formacion të fortë, për shembull, edhe të fillojnë të hapen muret e shtëpisë. Në këtë rast, për shembull, nëse aty vërtohet që shtëpia nuk ka asnjë lloj mangësie, domethënë, do të jetë detyruar pala tjetër të marrë përsipër çdo lloj kosto të ndryshëm që mund të ngrihet nga ajo. Për mos të thënë, dën shpërblim të gjithë kostos së ndërtimit, e ta bësh nga e para. Po, ajo s'ka për të bërë asnjë siç e dimë në Shqipëri, por që mund të japi, mund të paguaj ato riparimet, domethënë, dhe sigurimin statik që quhet. Ai gjëja e parë duhet të ketë ndërtesa, duhet të qëndrojë në këmbë. Tani do thosh ti sa bëhet kjo në Shqipëri. Vështirë. Po, prandaj do të thosësh edhe kjo se për sa i përket mbrojtjes së pronës private dhe publike, nuk është vetëm që të mbrohet nga vjedhja, por edhe nga dëmtimet e ndryshme që mund të ndodhen nga veprimtaritë e personave të tjera, apo edhe vetë shtetit, se ne kemi edhe rrugë që janë bërë jo para shumë kohësh edhe janë prishur, se nuk janë bërë për standardit siç duhet. Ajo është sëmundje vjetër, domethënë, po prona private daku është një çik kjo, nëse duhet të ketë dhe ligje apo gjëra të tjera, shtjellëza të tjera për këtë, domethënë që shpjegojnë në detaje, domethënë. Pavarësisht se mund të jenë shumë të pakuptueshme, po duhet të ketë diçka sepse dëmtimi i pronës private ose në ndërtim tjetërsim, domethënë, nëse ti ke një shtëpi përdhese diku dhe rreth e qark te e bën pallate që nuk të hyjnë në drita e diellit, domethënë. Po. Edhe kjo, edhe për këtë edhe ajo duhet të përpëjnë në një parashkelje, kupton, po thjesht se ne nuk i dimë se çfarë hyn aty tek gjitha ligjet, nash nuk kemi avokatët tjerë.
Mirë se ata që janë të specializuar, do të jesh specializuar fiks për atë punë, domethënë se di, ajo është deg jashtëzakonisht shumë e qartë, mamën se çdo avokat i di çdo ligj, do ishte pak. Po, edhe ajo është problem se kur po lexoja edhe vit kushtetutën shumë gjëra ishin pa qarta që megjithëse është në gjuhën time e tjerë. Po mirë, e di unë burse me këto pyetje që bëhen gjithmonë kështu, domethënë, unë e kuptoj që janë shumë të ndryshme, më kanë bërë mua pyetje për shembull kështu. Unë çka gjeni rretimin për pyetje si funksionon mobilë njerëz, ata që bëjnë elektricitet. Ku dëgjon Allah si? Ku marrë shumë, do të bëj themelet dhe bëj vetë pastaj ku dëgjon. Është një çiki. Funksionon me frymën e shenjtë. Po, i fryn Jezusi. Pjesa e tretë pasaj kjo është një friki, pasaj kjo kufizimet e lirisë dhe prindarisë ekonomike mund të vendosen vetëm me ligj dhe vetëm për arsye të rëndësishme publike. Po, edhe problemi që kisha unë me këtë është se këto arsye të rëndësishme publike nuk janë të qartësuara. Edhe shumë gri ajo aty se çfarë mund të quhet arsye rëndësishme publike. Sipas mendimit tim. Duhet të kishte neni të ishte më i zgjeruar, besoj. Mbase këto janë në kodin penal apo civil, nuk e di, po që më duken që, ora. Mund të ishin menduar dhe një çik më shumë. Mund të kishin vënë, po edhe nëse janë ashtu, mund të kishin vënë një shtesë që to janë të sqaruara në këtë seksion të kodit penal apo ku di unë, nëse janë të qartësuara diku tjetër. Kufizimet e lirisë dhe prindarisë ekonomike. Para fare përveç këtyre që bëhen monopol, domethënë, çfarë kufizimi mund të jetë tjetër? Çfarë arsye publike të do kesh ti për shembull, nuk po flasim për ato që dëmtojnë ambientin e më thashë, e kupton? Po si mund ta kufizosh të lirisë të veprimtarisë ekonomike rrobë? Po. Se kuptojnë, këto duhet të realizojnë një çka kështu. Shikoj mos ka ndonjë publikim të thjeshtëzuar, domethënë të atij kodit civil. Duke se duhet të jenë të kodit civil këto. Po, të paktën duhet kishte vend diçka që ku shpjegohen ato më mirë. Nëse mund të na komentojnë ndonjë mendje ndritur. Se si mund të interpretohet kjo pjesë e këtij neni, është e paqartë. Themi të paktën. Po, për arsye të rëndësishme publike shumë Shumë e përgjithshme citet. Pak e frikshme sidomos me këta fjera që kemi ne politikanë. Po, pra. Kush e definon cila është arsyeja e rëndësishme publike? E kupton? Po. Se hajde te kufizimi, mos e definon kufizimin, po definoj domethënë ku e heq vijën ti. Cila është e rëndësishme, cila është e parëndësishme. Kjo një gjë e beka stileta, por është me Illuminati më gjëra. Kalojmë te neni numër 22, faqja 13 në libër. 1. Liria e shprehjes është e garantuar. 2. Liria e shtypit, e radios dhe e televizionit është e garantuar. 3. Censura paraprake e mjeteve të komunikimit ndalohet. 4. Ligji mund të kërkojë dhënien e autorizimit për funksionimin e stacioneve të radios ose të televizionit. Plako. Te pjesa e parë njëre para fare është ligj, por nuk është realitet. Liria e shprehjes është e garantuar, nuk është e garantuar. Liria e shprehjes nuk është e garantuar. Në çdo demokraci ajo është e drejta themelore, nëse duan ta bëjmë të funksionojë siç duhet, po sa i përket aty në Shqipëri, deri diku ka funksionuar. Mirë, po as kjo e dyta vëllai, është e frikshme që kjo e dyta, ta shpjegojmë pse. Thot liria e shtypit, e radios dhe televizionit është e garantuar, që i bie gazeta, radio dhe televizioni në parim, thjesht në parim janë të garantuar. Tani, e zëm për shembull, nuk do marrim rastin që këtë që bëjmë ne nuk e dëgjon asnjëri. Do marrim rastin për shembull që po them pas 2 vitesh do bëhet super e madhe, e kupton? Pas 2 vitesh ne do na dëgjojnë 2000 veta.
Në qoftë se një nga këta ka një konflikt, domethënë ose mund të përmendun diçka, domethënë që e frustron tjetrin, që nuk i pëlqen, ose që dëmton, ose që e zbulon. Mua kush më mbron? Në fakt ajo është shumë e thellë si problem, se ka dhe ligje për shpifje dhe për ti je i mbrojtur deri diku, për sa kohë ti je një media, deri diku je i mbrojtur, ti nuk mund të shpifësh dhe të përhapësh informacion të rrem, se atëherë mund të hedhin në gjyq ty edhe duhet ta vendosë gjykata, se sa domethënë ai thot Algjeria e shtypit e radios është e garantuar. Po, dakord, liria është e garantuar deri aty sa ti po i jep informacion të vërtet popullit, nuk po shpërndan informacion të rrem. Mirë, tash ideja është cili kategorizohet si informacion i rrem tash. Haludimet ku futet? Ajo është diçka tjetër që domethënë për atë duhet të ketë një sistem gjyqësor që merret veçanërisht me atë lloj procesi. Për shembull, nëse mban mend që ishte ajo me Ylli Pangun që doli atëherë si skandal që mori atë studentën ky dhe donte të e mori tek shtëpia e vet apo ku di unë diçka e tillë. Për mendimin tim, jo se them që ajo ishte e gabuar çfarë bëri media, po nëse atë më duket se e bëri vetë studenti apo jo që ka bërë studenti me fiks fare ka bërë. Po. Edhe nëse do e bënte një gazetar, për shembull gazetari, detyra e tij do ishte që ato ta nxirrte me anë të bisedës, më kupton, nëse ai duhet ta nxirrte që ai po i ofronte, po i bënte kërkesën që hajde tek unë do t'jap të. Jo të shkonte deri atje sa të hynte në shtëpinë e tij edhe të hynin ato gjërat e tjera. Sa aty megjithëse edhe ajo bëhet pak e ndërlikuar se derisa hyn në shtëpinë e tjetrit. Aty është pastaj domethënë ama duhet të kenë një lloj procedure këta vëlla, se pyetja që bën atje është mua domethënë e kanë shkruar ta, kanë diçka të shkruar më përpara që thonë që ne do të bëjmë këtë për këtë arsye. Po duhet të ketë dhe integritet nga ana e gazetarëve, se nëse bën atë në një publik. Mendja se kanë mekanizma të mbrojtura ata që thonë që do të bësh këtë sistemi, ne do të mbrojmë këtë. Se ndryshe s'do bënte shumë kuptim pastaj. Ndryshe do ishin çik shumë. Do I really want to do this? Po se ashtu quhet që sigurisht vetë tjetri në kurth për shantazh, më kupton? Po, framing është frame. Po, edhe nëse do bëhesh në një vend publik, gjëra do ishin ndryshe se sa kur i shkon tjetri në shtëpi dhe regjistron në shtëpinë e vet. Megjithëse ai që hyri atje nuk është se hyri me forcë, ai oftua vetë në shtëpinë e tij, kështu që nuk e di domethënë. Ajo është diçka shumë e nxehtë, domethënë është shumë e vështirë për mendimin tim të t'ia gjesh anën, domethënë se si ashtu. Por gjithsesi e vure. Ideja ishte domethënë që kush e vendos domethënë se ku është shpifje dhe ku është thjesht haludim ose provokim. Po. Kupton? Është pastaj se nuk e kam shumë te kjo, se mediat e to kanë dhe lek pafund, e kupton? Po është një person, një aktor, një kështu, një figurë publike, domethënë. E vogla apo e madhe, thotë një rreshtë ai kështu për shkak. Po ngrihet njëri tash vetë komenton në Edi Rama se ti je kriminal, i korruptuar. Ose ku dëgjon, lloj si më sa lion si më shumë. Atë individin kush e mbron domethënë. Se nëse do komentoj unë thjesht i bëjmë një blog koment se ti po hyn në një punë në diçka tjetër, domethënë nëse ti shkon dhe i thua Edi Ramës se ti je njëri korruptuar, domethënë përgjegjësia për të gjetur provat që ai është i korruptuar të bie ty, nuk i bie Edi Ramës përgjegjësia të provoj pafajësinë e vet, më kupton se nuk është tutje keq. Kushdo quhet i pafajshëm, përderisa nuk i është provuar fajësia me vendim gjyqësor të formës së prerë. Domethënë çdo gjë bazohet mbi parimin e pafajësisë. Para akuzuese duhet të gjej provat që okay, dakord, ky është fajtor për këtë që po bën. Dhe nëse ti akuzon dikë për korrupsion dhe nuk e prova, atëherë quhet shpifje. Po jo në Shqipëri. Në Shqipëri është ligj i ri për gjykatët e vërtetë për ligji antikorrupsionit është i tillë që
ty të i del emri domethënë, dhe ti duhet ja vërtetosh atij që unë si i kam nga kjo. Kupton? Ata që bëhet me gjykatë, me këto të mafias, me avokata, me mjek, me gjëra, kupton? Jo, po e kam fjalin tek media që po flisin ne, nëse ta zëm ku diun një televizion në Shqipëri thjesht thot Edi Rama është i korruptuar edhe nuk nxjerr asnjë lloj prove, ajo quhet shpifje dhe ai mund të hidhet në gjyq. Më kupton? Në parim, thua. Jo, për sa i përket këtyre gjyqtarëve që edhe ata që i akuzojnë për korrupsion e tjerë, ata e kanë një farë arsye, domethënë e kanë një dosje që kanë bërë gati para se t'i japin akuzën atij. Në rregull. Po, ka ndonjë gjë për të thënë këtë censura paraprake e mjeteve të komunikimit ndalohet? S'është ndonjë gjë interesante kjo. Dim ne pasi se ajo bëhet, po ne dim kjo. Nuk është. Po. Është i fatkeqësi plako kur i lexon këto, domethënë që janë kaq kështu, janë aq mira domethënë, por që ti je i bindur që nuk funksionojnë. Po. Është pak e dhimbshme. Po, sa është ajo që jemi të bindur ne që nuk funksionon apo është se ne thjesht nuk i dim si janë ligjet edhe e lejojmë veten që ndonjëherë t'ju mbasim drejtat tona. Ligji autorizimi për funksionin e stacionit radio dhe televizion. Çfarë do të thënë? Unë se kuptoj dot mirë si ligji mund të kërkojë dhënien e autorizimit. Po në bazë të ligjit domethënë është që çdo televizion në Shqipëri i kërkohet që të mbajë një licencë, edhe kjo licenca ka kushtet e saj për t'u marrë domethënë. Edhe na jepen nga KKRT-ja. Dhe përsa i përket asaj është ajo që tash më shpar që ka një konflikt interesi aty se sa e pavarur është media kur medias i kërkohet të mbajë një licencë nga shteti. Është mirë, shiko, pyetja është shteti baraz me ligjin? Unë këtë, do të thënë se ligji është mbi shtetin, në parim, ëh? Gjithmonë në parim. Në parim, po kush i bën ligjen? Rem. Domethënë, po ta mendosh se çfarë ka funksion media, për funksioni i parë për të informuar popullin, po media ndikon edhe shumë në opinionin publik. Po ta mendosh edhe se e themi vetëm ne atë është diçka e që zbuluam ne tani. Besoj se ata të shtetit e dinë këtë gjë që po e patë mirë me median, ke më shumë raste për të fituar zgjedhjet. Normalisht, është fabrika, nuk diskutohet. Po. Cute. Pra shumë e gjerë, shumë diçka tjetër që mundova ta kërkoja, nuk e di, nëse për sa ai kërkohet që të mbajë një licencë nga shteti. Nëse këta janë të detyruar që kur japin kohë televizive një kandidati politik, duhet japin të njëjtën kohë edhe kundërshtar. Ai paralelizmi me Amerikën që po më thashë. Po. Edhe nuk e gjeta dot tani për tani, ndoshta edhe duhet kisha kërkuar shumë më mirë. Ja ta them diçka aty, që ka shumë mundësi që mos të jetë ajo, sepse ti nuk e di sa i ke ndjekur televizionin shqiptar përpara zgjedhjeve ti. Di diçka që Edi Rama ka qenë kudo, në çdo emision investigativ, në çdo emision tjetër, në lajme, në Fix Fare ka qenë në Portokalli, më duket, apo në Portoçan në Kalifornia, ku dalliqe kult individi, kurse ai ka vënë që fundi gjumë, ku dëgjoj nga ishte ai. Ai nuk e di, ai tani ka filluar luftën, fakt, nuk ka shumë. Po është ke drejt që thua kult individi, se janë edhe vetë shqiptarë, po ta mendosh, kur vjen puna tek politika janë shumë tribalistë. Ndahen të dy në ato pjesë, ndahen në dy pjesë për shembull, i majt dhe i djathtë dhe kanë shumë të theksuar ata. Shiko, unë për të ka ndryshuar mendim këtë fund plakon. Unë mendoj se shqiptarët janë ashtu. Nuk jam mendoj që është paralelizmi me atë woke movement, që është atje domethënë. Mendoj që janë ata që janë tribalistë, domethënë janë pjesë e vogël, por që bërtasin shumë. Nuk më mendoj se është shumë tribal. Unë shumë mendoj plako që është 1-1 siç është ajo kriza identitare tash në Amerikë, domethënë me këto identity politics e budalliqe. Ata nuk është se janë shumë. Ata thjesht e kanë gojën e madhe. Edhe në Shqipëri janë persona që kanë interesin. Domethënë, edhe ata e bëjnë aq të madhe sa duket, domethënë sikur vjen nga çdo individ.
Nuk më amen, ja. Okej, po në qoftë se do ishte ashtu si ati, ta zënë, në qoftë se këta njerëz që duan këto gjëra janë shumë pak. Atëherë pse gjithmonë më shumë këto raste vinë shtohen që ku ke kompani që përpiqen ti marrin me të mira këta apo të bëjnë se çfarë duan këta. Për shembull, filmat janë rasti më i mirë ku ata marrin aktorë që thjesht nuk i përshtaten fare aty materialit bazë, po vetëm nga që duan ti bëjnë shefin këtyre për shembull. Po kjo është ajo, po kjo s'është faja e tyre plako. Po dakor, po nëse ta do ishin një pjesë shumë e vogël, logjika thotë që kompania nëse do bënte një film që ta bënte siç duhet dhe do t'ia shiste miliona njerëzve, një audiencë ku diun 100 milion dhe këta që thua ti janë një pjesë e vogël janë 3 milion, domethënë pse bën një film për 3 milion kundra ta bësh film për 100 milion njerëz. Se kompania si ashtu si qëllim fillestar ka atë fitimin, më kupton? Se çfarë duhet të them? Me argumentin tënd ta them pse bëhet kështu. Herën e kaluar që kemi diskutuar ne për të, ke bërë ti ke folur për një detaj për demokracinë, domethënë që the për 200 veta vendosin për Shqipërinë. Njëta gjë është me këto me ndikimet që vijnë në media në politikën e gjithë. Tani, ti ke masën e madhe. Masën e madhe të cilët na lini në punën tonë nuk merren unë me të udalliqe. Po sa i këta të çmendur, psikopetrit që dalin rrugë shumë këto idiotësitë e tyre me ato 2-3 pika që përmendën ti domethënë. Të shtyn, për ata që shtyn, ata janë shumë të meze të lartë. E në momentin kur atij institucioni të cilit i kërkohet ky lloj ndryshimi, i vjen vetëm kjo, domethënë, vetëm kjo sasi informacioni ose vetëm kjo kërkesë nga këta, dhe këta pjesa tjetër që ose nuk i intereson ose janë kundër sa që realisht u duaj kere, kupton? S'merren fare me atë, nuk ka gjë komo dalliqe. Tash ai nuk ka dot balans, plako. Ai nuk mund ta marrë kështu që, shiko, ju vërtet e doni këtë, jeni 10% domethënë, po 90% që hesht është kundër, sepse ata mund ta përdorin edhe këtë, jo, ata heshtin, po edhe ata kanë bie dakord me ty deri diku, për mendimin tim, domethënë që thua ti që është kjo një masë e madhe njerëzish që janë të heshtur dhe ta janë kundër. Besoj se deri diku është vërtet se shumë njerëz janë ndjekës. Thjesht shikojnë diçka në televizor dhe nuk e vrasin mendin që ta pyesin a është drejt kjo apo jo. Sidomos aty e plako. Thjesht e pranojnë. Jo vetëm, domethënë mendoj se kjo është në gjithë botën, thjesht e pranojnë si fakt atë. Nëse e shikojnë televizor, domethënë e shikojnë nga një televizion që thon, kjo është televizion i mirë. Edhe thjesht nuk bëjnë më shumë kërkim mbi atë që shohin në televizor. Jo, zakonisht e drejt, plako si. Prandaj thash sidomos aty në kuptimin që sidomos në Amerikë që të flasin drejt, domethënë, të flasin drejt në jetën normale, domethënë, marrëvajtjen e familjes tënde ka shumë pak ndryshim se kush është në krye, e kupton? Ajo ndikon më shumë të mirëqenia, apo jo në marrëvajtjen e lirshme, e kupton? Po. Edhe gabimi që bëhet për shembull nga unë apo nga individët e tjerë që ne japim vetë shumë rëndësi atyre, e kupton? E japim vetë atë fuqinë, domethënë që nuk e kanë në fakt, e kupton? Se ta marrësh vetëm kur bëhet një ligj në financa, për shembull, ndikohen në radhë të parë për shembull ata që kanë dyqane apo dalliqe kështu, po ata do ta arrisnin çimin, domethënë, edhe do i vej konsumatorit. Konsumatori do uli konsumin edhe do bien çmimet prapë, do vjen aty ku ishin. Kështu që disruption, domethënë ajo pjesa e humbjes atij individit që sipërmarrës si vetë. Po. E konsumatori do mendoj unë, nuk kam idenë se si është në afat gjatë, mendoj se vetëm ndryshimet e tilla, domethënë që janë direkte, ndikojnë në jetën e përditshme të njerëzit. Pastaj çfarë bëjmë kështu politikat jashtë udalliqe është të paktën për Shqipërinë është pothuajse jashtë, domethënë ne jemi thjesht një top ping pongu në një arenë bejsbolli, kupton? Po, se është problem me autoritetin, që autoriteti gjithmonë nuk pyetet, edhe aty në Shqipëri besoj se është problem akoma më i madh, duke parë çfarë histori kemi ne nga diktatura që edhe në fakt që është me kushtetutë, çdo njeriu i jepet e drejta që t'i sigurojë vetëm jetën e jetesës së tij. Kjo është nga parimet kryesore të
të ekonomisë të tregut të lirë dhe kapitalizmi, që çdo njeri ka lirinë që ta jetojë veten ashtu siç ai e shikon të arsyeshme, për sa kohë nuk i shkel të drejtat e tjetrit. Normal. Është dhe pak e frikshme ajo po ta mendosh që okay, çdo gjë që ndodh në jetën time, unë jam përgjegjës për të gjitha. Shiko, atë gjë ti mund ta thuash nga ana stoike, kupton, nga ana e mendimit, nga ana filozofike. Drejt, domethënë është shumica të gjërave, jo gjithmonë të gjitha, po shumica të gjërave janë direkt të lidhura me ty. Është pashmarrë, kupton. Kjo të bën të ndihesh keq normalisht, por që se nuk mësova unë plakun, nuk më ka fajin e dirama, kupton. Po, është ordiner. Aty do të dili edhe unë, se ka shumë gjëra me të vërtetë që nuk funksionojnë në qeverinë e Shqipërisë, po besoj se do funksionojnë ndonjëherë nëse ne thjesht do themi, hajde mos e këta e dinë më mirë se ne, nëse nuk do përzihemi më shumë me. Jo, mendoj ndryshe këtu. Jo, unë nuk mendoj se është ajo, mendoj që nuk do ndryshoj gjën nëse ne themi e ka fajin ai. Po, e drejtë. Edhe drejtet në çik iku responsibility në shqip. Përgjegjësia vetjake. Do të rritet çik përgjegjësia vetjake, vëllai, kupton? To e bona më vëllai, e bona. Si ai më, e kupton? Çfarë do moti nga jetë? E kupton, kaq vëllai, duhet ta mendoj se përgjegjësia është diçka jashtëzakonisht shumë e shëndetshme për individin, domethënë. Edhe kur është e shëndetshme për individin, gjithë shoqëria përfiton. Është shumë interesant, po shkoj edhe dje Instatin, vetë një pyetje për Instatin kush e, domethënë është nga qeveria apo jo? Nuk jam në dieni. Okej, dakor. Kur ishe po shikoja për këto statistikat e papunësisë, edhe sipas moshës ishte që mosha që kishte papunësi më të lartë ishte 15 deri në 29 vjeç. Pastaj nga 30 vjeç edhe 6 deri në 64 kishte papunësi më të ulët. Domethënë po ta mendosh se ku mbush 30 vjeç robi, atëherë fillon të kuptoj më shumë për jetën, që atëherë shtrohet tamam. Ajo është e drejtë në fakt, domethënë ideja është që kush kualifikohet si papunë. Po. Shiko se ka marrë edhe kritika, domethënë që pse përmend zërat e këqija, domethënë ose pse përmend ana negative, ose pse përmend vetë ata që duan të punojnë, domethënë. Ata që duan të punojnë kanë jetën atyre mbarja vetë Zoti ja shtoft kur i thon po. Ideja është domethënë që kjo është vërtet shumë trikë valla. Kupton se edhe unë kam qenë i vogël ti e di shumë mirë, për shembull, kam punuar që 14 vjeç, 15 vjeç për lokale, edhe tuni 2, tuni 3, të gjitha. Tani mbase unë nuk kam bërë me dëshirë kështu 100%. Po kam bërë nga një kështu, nga një rrymë, edhe rëshënse kupton punon të shoku, as e të më një lekë më shumë, do bleja një parë atleta që më pëlqenin mua atëherë në një Asics, në një budalliqe, kupton? Edhe gjëra të vogla të shtyn. Tani më duket një çik si nuk e di valla, një çik si e implikuar nga vetja, domethënë që të jesh 25 plus, edhe mos kesh asnjë punë. Po është diçka që është reale është tash. Të mendosh ta kesh mendjen, hajde mos do shkoj në Angli, që do punoj në shtëpi bari, më kupton? Jo, po edhe të tjera valla, jo vetëm nga ajo anë, domethënë, jo vetëm më skaje, po që shikolla, nëse ke bërë një shkollë për shkak se po e gjen punë, të paktën bëj diçka tjetër sa ta gjesh, domethënë, po paralelisht unë e kuptoj, domethënë ose mbase se kuptoj, po përpiqem ta kuptoj, domethënë që një person që ka mbaruar vërtet mirë, domethënë jo ata që mbaruar kod ka bërë një shkollë inxhinierike ose IT ose juridike, kupton. Edhe mendon vërtet që është i mirë. Normale që ai e ka të vështirë tash të jetojë me vetën e tij duke punuar si kamarier apo ku dëgjon në budallik, kupton? Po tash është për ty valla, kupton? Ti duhet të bësh diçka, ti duhet të kesh të ardhur. Po, është drejt. Po, edhe sado që ti themi të gjitha qeveria duhet të zhdukë qeveria papunësinë. Sado të krijojë vende pune qeveria, nuk i punson dot të gjithë që të punësojnë në shtet. Larg qoftë të krijojë vende pune qeveria. Sa më shumë vende pune të krijojë qeveria, aq më shumë je i varur ti na, aq më shumë fuqi i jep ti atyre. Po. Asnjë gjë nuk do të bëj. Qeveria do të vetëm të garantojë mekanizmat e të garantojë kontrollin e vazhdueshëm për të shmangur abuzimet. Nuk ka pse bën qeveria, ç'është kjo, do bëjmë 300 vende pune njëri, 600 vende pune tjetri, apo ajo platforma e lulit, je gërtmorta ata i thonë vetes të djathtë ata, do rrisni me rrogën, e kupton, rrogë minimale budalliqe. Unë nuk e di çfarë djathtë janë ata kanë humbur fare sensin.
deri diku qëndron ajo me rrogën minimale, se ndoshta në Shqipëri nuk është shumë problem me emigracionin, se po për shumë vende të tjera ata marrin njerëz nga jashtë, të nëse nuk ka një rrogë minimale i punësojnë me më pak, domethënë japin rrogë më të ulët atyre që janë emigrant. Juli, se më keq kuptove vllai. Në parim po them. Partia Demokratike është parti e djathtë. Partitë e djatha krijojnë mundësitë, nuk rrisin rrogat. Rrogat i rrisin partitë e majta. Aty nuk ka parti të djathtë për mendimin tim. Mire, dim që s'ka, po i thon vetën emrit pak. Unë doja të kishte një çik të djathtë, plak se s'ka balancë, po tani shiko, janë dy platforma që thonë të dyja do rrisim rrogën. Po, gjetë drejt, se kur i thot, domethënë kur qeveria e majt thotë që ne do rrisim rroga, okay, dakor, deri diku qëndron se ajo është ana që qëndron për një qeveri më të madhe që përfshihet më shumë në jetën e popullit të tjerë. Dërsa kur vjen puna tek e djatha, ata vazhdojnë po në të njëjtin trend që të bëhet qeveria sa më e madhe, jo që ta limitojnë qeverinë edhe të japin më shumë drejta njeriut. Po pra, do të parim atë të tjerë djatha. Nëse se na futëm në labirint tash. Vazhdojmë një herë tek neni tjetër. Do i diskutojmë pafund ato tema aty, po hajde thoj se kush diskuton politikë të rjetën. Neni 30. Kushdo quhet i pafajshëm përderisa nuk është i provuar fajësia në vendim gjyqësor të formës së prerë. Po. Kjo është jashtëzakonisht shumë e rëndësishme dhe unë jam pro kësaj, po në editja të ligjin special që është për tash për antikorrupsionin e për to mafia, si BFL-ra, çfarë dalliqe që janë ato, që ka vënë emrin këtyre institucioneve si ato grupet të çunave që bëheshin atëre kur ishin në çare. Shumë të operacioni forca e ligjit. OFL, BFL, B4. Po Liga e Drejtësisë, budalliqe të tilla, por po. Për zotin, si ashtu si banda hip-hopi. Po. Po, edhe këtë e përmendëm pak që parë që përderisa kur po flisim për shpifjet apo jo. Në rregull, po shikoj një çik tash. Ti di se unë ka pasur diskutime shumë të mi këtu, rreth e qartë, domethënë në pjesën e kësaj ndryshimi që është bërë për këta persona që janë të implikuar në mafia, që ka një lloj prove dhe që i thotë se ti më provo mua Allah nga i ke këto 600 miliard lekë apo këto 20 shtëpia me rrog mjeku apo ku dëgjon me miliona lekë apo me qindra mijëra euro me një rrog gjyqtari domethënë. Po. Shumë thënë domethënë që kjo cënon të drejtat e njeriu, se duhet të shpallësh i pafajshëm dhe duhet ta kesh shteti të detyruar. Po për mendimin tim, plako, ai robi aty tani të rimshtë janë të flasin drejt, ai los jashtëzakonisht shumë Texas Hold'em domethënë. Si Dan Bilzerian që kupton i qan, nuk e di lejohet aty apo jo. Po gjithë edhe ai plak nëse ke dëgjuar që ai është në borxhe, thjesht që ato që duket sikur ka shumë lekë, thjesht i ka me kredi e tjerë që vetëm për të mbajtur ato aparenca. Normalisht, po kjo më shqetëson atë domethënë që për mendimin tim që siç e ka bërë Italia në ato vite domethënë që shumë përpara nesh normalisht për të luftuar mafien, kjo në Shqipëri valla nuk më mendja se është drejt diskuton tani për të drejtat e njeriut, duke marrë parasysh dhimbjen që kanë shkaktuar ata. Ne e dim shumë që gjykata në Shqipëri janë gjykata verase. Gjykata në Shqipëri janë të përgjegjëse për disa lloje personash të vrarë, domethënë vetëm nga që nuk është dhënë vendimi si duhet, janë blerë apo janë kështu. Edhe çka ka bërë ato okay valla. Mos shteti as ligjit më mbron asnjëri, të bëj vetë gjyqësi tash edhe ai çao. Nobody wins. Eva, ty është ajo që është e rëndësishëm kjo parimi i pafajësisë, që çdo kush është i pafajshëm derisa të provohet. Unë jam plako për persona që janë jashtëzakonisht shumë të implikuar për mafia, po ne që dyshohet me ka një tip zymtësie domethënë korrupsioni ose antidemokratike të gjitha plako, mendoj që ai ligji special që është bërë është shumë në rregull. Por ta themi këtë që është shumë jashtëzakonisht shumë e rëndësishme, është ai ligji special duhet të dalë nga fuqia në momentin e parë që do konstatohet një ndryshim në normalitet. Sepse çfarë vazhdon ai pastaj mund t'i fushësh gjithashtu, pastaj je i fajshëm, ti hajde. Po kjo është edhe tek ajo pjesa aty që folëm më parë për sa i përket informacionit, që për shumë nga këto gjëra nuk kemi informacionin e duhur, më kupton, edhe se ndoshta ata që
që po gjykojmë mbi këto rastet e korrupsionit, ndoshta edhe ata duhet të kenë një farë arsye, them unë, ndoshta është bërë një farë investigimi që ata kanë arritur deri aty sa ti kërkojnë atij, okay, ti ke kaq të ardhura. Si ke gjetur këto të ardhura? Duhet t'i shpjegosh ti. Po pra, po, këtë thot ai. Ai thotë valla bëj deklarimin e pasurisë, kupton? Po deklarosh ti këtu. Atë do bëjnë ata investigimin. Ti ke deklaruar kaq, po ti ke në fakt kaq. Edhe familjarët e tu kanë kaq. Po në fakt familjarët e tu do bëjnë deklarim prapë të pasurive të tyre. Tani do mblidhet të akumulohet e gjitha kjo. Ne kemi bërë një kalkulim, domethënë, që me këto rroga që keni pasur ju, me këto punë që keni pasur gjatë vitit, gjatë këtyre viteve për shembull, do marrim një shifër. Do keni arritur, domethënë, maksimalisht me kursim super, domethënë, mund të arrini në akumulim prej 100.000 eurosh. Por ti zotëri i dashur ke 450.000 euro. Si ka ardhur situata deri këtu? Na e thënë edhe atë bëndën e 1 lek. Kështu është, bottom line, kupton? Po në fakt aty se tani që po e mendoj, ti kërkosh dikujt deklarimin e të ardhurave, nuk është njësoj sikur ti kërkosh, domethënë ti bësh një akuzë për fajësi, më kupton? Që okay, ti je korruptuar, vetëm se po të kërkojnë të ardhurat. Jo, në rregull, po nëse të ardhurat nuk i përputhen atij me ato income dhe outcome, e kupton? Po. Pastaj ai ligja të thotë, nëse nuk përputhen, ai është i detyruar pastaj individi të provojë pafajësinë. E kupton? Ky është ai ligji social që është bërë për këto. Ne shi diskutuar shumë këtu, pavarësisht se ka kaluar but, domethënë se hajde po diskutojmë atë korrupsionin e të budalliqeve. Ka ikur lehtë, domethënë, po nga parimet drejtave të një lirit është i frikshëm. Po ke drejt. Nuk e kam shumë të qartë edhe unë, prandaj po edhe unë gjithmonë flas me ai sa kam, nuk po të them nuk jam volunus, nuk jam avokat, kupton, po ai sa di unë, sa kam lexuar unë rreth shoqërisë bare, takon aty të akuzuarit në këtë rast, domethënë, sidomos për persona që kanë poste publike, ja. Po flasim gjithmonë për poste publike, nuk po flasim për ti që ke firmë dhe unë kam firmë, kemi dispute me njëri tjetrin. Këto janë gjëra të tjera. Neni 32. Është indemnizuar. 1. Askush nuk mund të detyrohet dëshmojë kundër vetvetes ose familjes së vet dhe as të pavojë fajësinë e tij. 2. Askush nuk mund të deklarohet fajtor mbi bazën e të dhënave të mbledhura në mënyrë të palishme. Vllai im, në kohën që pas ka studiuar këtu, për tek pjesa e dytë, pas ka bërë dhe një shënim parim. Askush nuk mund të deklarohet fajtor mbi bazën e të dhënave të mbledhura në mënyrë të palishme, është parim. Po. Si që ka shënuar si parim, domethënë nuk ka të njëjtën rëndësi si ligji apo parim do të thotë kështu në këtë kontekst që ka shënuar këtu, domethënë mama mua do të thotë që kështu është i ligjit, domethënë, po ka edhe raste ku mund të devijosh. Edhe aty del tek ajo puna fiksaliste e tij. Mos e ka vënë në faktin kështu që ta ketë si parim si avokat ai në kodin e tij personal, besoj. Se nuk më duket e arsyeshme që një ligj i kushtetutës të merret sikur ka pak rëndësi se sa ligjit e tjerë. Nuk e di, kjo lëvëm për diskutuar. Unë do të pyes edhe herën tjetër i diskutojnë, mbas sa kemi pyetur. Po shiko. Disa nga me duket nuk bëra se t'ia fus kot me top tash, po e grumbulloj kështu domethënë. Atë informacionin që kam. Për partinë është një parti kështu domethënë që titullohet këtu si partia e pjella e nazizmit, e kupton? Po. Dhe në momentin kur kanë dalë këto biçim partish në fillim, domethënë komunizmi është ndaluar me ligj, Partia Komuniste, domethënë që quhet Partia Komuniste, është se ka parti tjera që janë tipare komuniste, është ndaluar si me grumbullim provash, domethënë. Dhe kur ka ardhur është edhe në gjyq, domethënë për të ndaluar me ligj kjo partia që akuzohet si partia që vjen pas nazizmit, domethënë. Është ka vajtur në gjykatë, domethënë, po faktet e mbledhura ishin mbledhur në mënyrë të palishme. Edhe çështja u hodh. Nuk funksionoi domethënë. Por
pjesë janë tash në parim social, pastaj në dietë tani. Nëse ti e di, domethënë nëse ajo prova është që ata janë të këqij, domethënë. Edhe në Shqipëri ose me mafje me ato kapone me butalliqe të tjera, si janë nga për ato. Në qoftë se ajo prova e marrë në mënyrë të ligjshme apo të paligjshme provon që ai është rrezik për shoqërinë, ose institucionin, ose individi pa rëndësi ka. Bën sens ka vëllai? Ti më jep sik mendimin tënd se unë jam jashtëzakonisht i pavendosur këtu. Në parim civil, nëse kjo prova ta zëm që unë besoj se nuk duhet t'i japi asnjë lloj vlere në procesin gjyqësor, që një provë e marrë në mënyrë paligjshme të përdoret për të dënuar dikë. Nuk ka rëndësi se sa ndikon ajo opinioni publik. Domethënë, gjykat në opinionin publik, okay, dakord. Nëse këto janë provat, po këto nuk janë të pranueshme në gjykat, atëherë nëse njerëzit thonë, "Më ne e dim se çka ka bërë ai, ajo është, okay, jam dakord me atë, që po që t'jepet një vendim gjykate, t'jepet një dënim me atë atyre provave jam kundra." Domethënë se ta marrin me një rast shesharake dhe fëminor, domethënë ti e di se kush është Batmani. Nëse Batmani tani futet një bosi të mafjes në shtëpi, i vjedh një dosje atje dhe shkoni ai e policisë. Policia tani duhet të thojë që ku e mori këtë, nuk mund të thojë thjesht që okay, Batmani u fut në dritarja, e mori këtë dhe ne ta përdorim për të dënuar dikë. Kupton se çfarë duhet të them? Po e kuptoj edhe për çfarë ke që ka, nëse ajo është rrezik. Po se dakord pra, po për sa i përket procesit gjyqësor, ti nuk mund të bësh një krim për të dënuar një krim tjetër. Kështu thotë. Po. Se çfarë standardi ka pasaj, se aty mund të kaloj shumë shpejt që, okay, ty tani të jethu në gjyqje për diçka e të vënë një dosje, ty të makina e themore ta marr, pastaj e themore gjeta të makina jote. Kupton? Edhe t'ja çoj gjykat, si tunë ai ta pranoi këtë që ky ka shfajtor tani. E mirë, të përmendur një rast pak më gritur. Në Gjimari për shembull se e ndaluar të incizosh, domethënë persona për t'i përdorur kundër tyre se si reagojnë, nëse nuk e merren ligj, sidomos do zyrat e tukuara. Nëse nuk e leje nga personi që po regjistrohet apo si Po, nga personi që regjistrohet ose nëse ke hapur një case, ta drejtën gjykata, domethënë është pjesë e hetimit. E kupton? Sidomos në punonjës shtetëror, domethënë. Edhe marr një rast dije, duke pirë bira me çon, atë tregoi një djalë që kishte pasur një problem të tillë, domethënë kishte hasur racizëm të theksuar, domethënë. Dhe për të qenë brenda e kishte incizuar atë. Tani, në qoftë se ai nuk do kishte bërë, ajo nuk pranua normalisht, e kupton? Pavarësisht se ky e bëri ja gjeti në mënyrë tjetër me gazetë, domethënë që arri këtë. Tani, në qoftë se do ecni me parimin e ligjit që do i kërkojë personit të lutem dua të incizoj bisedën ty. Ai s'do kishte qenë racist asnjë, kush është ai? Ai nuk do ta pranon. Po, dakord. Këtë e kam thënë. Këtë po them unë. Ktu do të kam shumë. Okej, do ta shpjegoj edhe unë. Kjo hyn tek ato pasaj që tek zgjerimet e qeverisë që bëjmë ata për të mbuluar veten, se nuk ka asnjë lloj arsye. Për shembull, tu në Amerikë janë disa shtete që si aty në Gjermani kërkojnë që ti të kesh leje nga personi për ta regjistruar. Po ka dhe shtete të tjera që ka kërkohet leje vetëm nga një palë. Për shembull, ti e di që po regjistrohet biseda, edhe mund të vazhdosh ta regjistrosh atë, po vetëm gjë që duhet të bësh puna që folëm që parë me këto që nuk mund ta futesh tjetrin në kurth ti për të marrë një lloj se quhet si tip shantazhi. Nëse ti thjesht bën një bisedë normale atë, dhe gjatë bisedës normale ai fillon të tregon ato gjitha, domethënë nuk mund ta shtysh ti personin që të flasi për ato. Nuk mund ta lësh në kurth, domethënë, e kuptoj. Po. Kjo është ajo që doja të them, po kjo nuk është e drejtë më, por se kjo bëhet për të mbrojtur ata persona që janë në pushtet, që ti duhet t'i kërkosh leje tani ta zëm ku diun Angela Merkel që ta kërkosh ta regjistrosh. Pikërisht, ai robi që do bëj krimin, nëse di që kjo po merret në provë, ai nuk do bënte asnjë atë krim. Po edhe kjo futet tek ajo tek gazetaria investigative, se kjo
kjo është një mënyrë ku media mund ta mbaj, mund t'i kërkoj më shumë përgjegjësi qeverisë, më kupton? Edhe me anë të këtyre regjistrimeve që është më transparente se sa për shembull ti thuash që ok, ne bëm bisedë me këta, ai tha këto gjëra, po ne nuk kemi asnjë lloj regjistrimi që ai tha këto. Po, edhe unë jam dakord me ty që ajo është abuzimi i fuqisë së qeverisë që ka bërë atë lloj ligji që kërkohet se thjesht mbron veten e tyre, edhe për shembull informatorët që futen që dikur që futeshin mafjas, që bënin regjistrime të tilla. Ato nuk do ishin bërë të mundra nëse ishte nëse do të kërkoj. Tu pra do të bravo. Këtë pra dha që gjitha se tani kur ti do të marrësh një person që punon në shtet do të kërkosh leje. Po nëse ti do të marrësh një mafios, domethënë varilesh, kurse ai mafios, e kupton? Po. Po tash zotri mafia dëmton një që ka një dyqan që i kërkon lek, domethënë për mos ia shkatruar dyqanit. Kjo tjetra më dëmton mua, sepse ajo është menopauzë dhe ka ndarë nga buri edhe gjithë natin ma nxjerr mua asnjë vizën. E kupton? Po. Po është aty shkatrohen ato shtete që kanë tjetër. Ato shtete që kanë me ligj duhet të kërkosh të drejtën e dy anëve që të regjistrohen. Nuk duhet të pranohet askjo që policia të fusë informator që të regjistrojnë pa kërkuar të drejtën e kriminalit, domethënë për sa duket shumë qesharake, po. Nëse qesharake fare, është barazim, jemi të barabartë. Duhet të jetë të dyja, duhet të ketë një standard aty, nuk mund ta bësh ti thuash as në një anë dhe ti thuash dysh në anën tjetër, mund. Po bravo. Nëse problemi më shumë nuk e di, mund të ketë një çik razira këtu brenda Europës në lidhje me të ligjin këto 5-6 vite të ardhshme që shikojmë kush do dalin në pushtet në Gjermani edhe në vezirjet në Francë, gjithsesi. Neni 33. Kushdo ka të drejtë të dëgjohet përpara se të gjykohet, nga kjo drejt nuk mund të përfitojë personi që i fshihet drejtësisë. Kjo po. Kjo është e shëndetshme valla. Po kjo. Kena një kundërshtim mbi këto? Ose në një koment? Po, është çfarë faqe ishte? Kjo është në PDF, më duket është edhe për dëgjuesit tanë të famshëm, 9, ose në libër faqja 17. Apo. Wait a minute yet. I fucked up, sorry. Faqja 8. Tek PDF. Faqja 8 në fund. Po, Po, është shikoj se ku ishte. Po, është, domethënë, kjo ka të bëjë me procesin gjyqësor që çdo kush ka të drejtë të ketë mbrojtje për të ketë prezencën e një avokati edhe të ketë këshilla ligjore përpara se të gjykohet. Diçka që ndodh shumë keq aty dako në Amerikë, po jo vetëm, edhe këtej, në këto shtete të emancipuar europiane, domethënë, ti ke të drejtë që ti jep shtetit të siguron një avokat, në? Nëse nuk e përballon dot, domethënë. Ose këtu ka dhe disa mekanizma të tjera, domethënë që ti nëse do ta kërkosh një avokat vetë, po nuk ke mundësi ta paguash, të jep shteti domethënë, po vetëm në disa lloje çështjesh, kupton, kur akuzohesh për gjëra të rëndësishme. Kur akuzon ti pastaj nuk funksionon ashtu. Por këto që bëjnë si quhen këto pro bono që pro bono cases domethënë. Gjëja që ndodh daku me sa jam unë djeni gjithmonë, flas në mënyrë subjektive. Me sa unë djeni, në 1 milion nga këto që bëjnë pro bono janë njerëz, ose që bëjnë pasion, ose që bëjnë se e besojnë. Të tjerët e bëjnë thjesht për ato lek, as nuk intereson fare se është i fajtor apo s'është fajtor, ai thjesht do ta mbylli shpejt, marrë tjetër. Jo, domethënë lek nuk e se marrin ata se ata i mburlojnë koston vet, po është thjesht për reklam më shumë. Që ja, okay, ne u morëm me këtë çështje falas. Edhe zakonisht këtu janë me ata që janë në dënimet me vdekje, domethënë. Që mund të marrë dikë që ata besojnë se është gjykuar gabimisht, edhe mund ta kthejnë atë gjykimin apo ku diun diçka e tillë. E mund t'ia falin atë dënim me vdekje dhe e bëjnë falas, po.
Edhe pozakonisht nuk besoj se janë këto çështjet penale kaq të rëndësishme. Mund të marrin për shembull, kur ka ndonjë në class action lawsuit që quhet ajo, për domethënë kur një kompani ka bërë diçka që ka ndikuar tek të drejtat e konsumatorit, këto lloje çështjesh merren më shumë për pro bono. Nëse domethënë, po që prapë më duket në shumë zonë, unë nuk jam i bindur domethënë që integriteti i atyre avokatëve që bëjnë pro bono është i njëjtë me ato që merr super lek. Kjo është gjë. Po, është e vështirë domethënë si ne. Është vështirë, por besoj se një kompani e madhe që është një firmë ligjore serioze, përderisa e merr atë çështje përsipër, do ta bëj detyrën e vet, do ta bëjnë sipas standardeve që kanë ata, jo se si është çështja, nuk e di. Domethënë, kështu e mendoj unë, ndoshta është pak. Ata marrin firmat e mëdha, domethënë marrin në fillim, kështu domethënë se marrin kur punësojnë një avokat e ri, domethënë që është junior në fillim, bën disa pro bono, pastaj s'bëjnë më. Zakonisht to janë firma që janë në atë zonë në New York, ku kam lexuar unë, për shembull, firma që merren me pro bono. Janë gjithmonë firma që merren vetëm me pro bono, domethënë, dhe marrin kështu si tip fondesh nga këto firmat e mëdha, e kupton? Që thonë që janë ne suportojmë, domethënë, dhe japim një çek aty, domethënë sa të han bukat atë shkretët. Edhe ata janë çek mbas çeku, ata çekun e marrin, e kupton? Se ai gjeti do të bëj reklam. Edhe këta bëjnë një punë, domethënë që cilësia nuk është e garantuar në vakt. Ktu duhet të them. Po ajo ka të bëjë më shumë me kualitetin e njeriu si person, kupton, si futemi dot asaj, se për çfarë arsye bëjnë ata atje. Po. Të vërtetë. Në rregull, ka. Për sot kemi dhe nenin 37, faqja 9 ose 18 në libër. 1. Paprekshmëria e banesës është e garantuar. 2. Kontrollet e banesës si vetëm mjediseve që njësohen me të mund të bëhen vetëm në rastet dhe në mënyrat e parashikuara me ligj. 3. Askujt nuk mund t'i bëjë kontroll vetjak jashtë procesit penal, me përjashtim të rasteve të hyrjes në territorin e shtetit dhe të daljes prej tij, ose për të menjënuar një rrezik që i kanosit sigurimi publik. Pa të çuna të shërbani atyre përbar, pse i kontrollon ata pastaj? Domethënë, kjo besoj se ka të bëjë kur ti shkel kufirin e shtetit, nëse dikush tjetër kapet në kufi, atëherë ka të drejtë të kontrollojë shteti. Përda, askujt nuk bëhet kontroll vetjak jashtë procesit penal, edhe kur nuk je në territorin e shtetit. Në rrugë publike nuk je as në çështje penale as kontrollin e shtetit. Ai të vjen ty të thonë atje çfarë bëni këtu, thonë. Nëse kemi pirë bira me besoj se ka të bëjë edhe me ato masa që janë marrë kundër terrorizmit, jam kupton, që pas asaj që ndodhi në 11 shtator e tjerë, edhe kjo duhet të kenë ndikuar aty. Se është ndryshe, domethënë, si e kuptoj unë, nëse për sa kohë ti je brenda territorit shtetit Shqipërisë, edhe nuk është drejta që nuk mund të kontrollosh përveç se brenda procesit penal. Po nëse ti i kapesh duke thyer ti shkel kufirin shqiptar dhe futesh brenda, atëherë ti ke shkelur një ligj aty, kupton? Po territori i shtetit, ti e kupton territorin e shtetit shqiptar apo territorin e shtetit si bashki, rajone policore, kryeministria e gjëra? Në këtë rast, territorin e shtetit dhe daljes prej tij, besoj se po flet për kufirin e shtetit. Nëse ti kapesh duke shkelur kufirin, ti ke shkelur një ligj. Okay. Dhe kuptojnë që ka bërë. Bëhen si këshilla ligjore, to nuk janë këshilla ligjore. Jo, normalisht po marrë se do të kuptuar gjithë janë thjesht dy njerëz jashtëzakonisht shumë normal që po pretendojnë, domethënë të kuptojnë sa të pak ç'a thot kush të duta jon, ose ç'a nuk kuptojnë. Po jo se mund të dalim më vonë që e ndalon policia dikë thotë dëgjohen Spotify, këtë më thanë këta mua që kam të drejtë të bëj. Pra, po shiko, unë do të them do të bëj pyetjen, ta bëj pyetje kështu, ta bëj pak më ndryshe pyetjen edhe. Të ndalon policia në rrugë për shembull,
policia rrugore e diun domethënë që mund të dërgojë patenta gjëra dalliqe, mund të bëhet kontroll makinës në rast dyshimi. Tani një individ në rrugë, edhe kontrollin e makinës, a nuk duhet të ketë ai një letër që të thojë që unë dyshoj për këtë, dhe mua drejtoria e policisë ose ai institucion që mund t'ia japë drejtën policit, më garanton që unë të kontrolloj ty. Ose ka ndodhur një vrasje, në bazë të kësaj vrasje unë jam i detyruar nga ligji të kontrolloj makinën zotëri. Po edhe këtu në Amerikë është nëse nuk ka dyshim, pa dyshim nuk të kontrollojnë dot makinë. Ka drejt vetëm të kërkoj patentën, leni domethënë që makina është regjistruar në emrin tënd dhe kaq. Po nëse ta zëm ti hap makinën edhe vjen era bar, normalisht. Për policin ajo është, domethënë ajo është dyshim, më kupton? Aty mund filloj ai të kontrolloj makinën, që nëse ti ke lënë narkotike brenda makinës. Ose edhe mund të marrë qenin, më kupton, mund të marrë një qenë që ta kontrolloj makinën. Okej, nëse qeni e konfirmon që këtu ka lënë narkotike, atëherë kontrollon makinën. Po. Nuk e di mirë si është procesi, po pa dyshim. Ka jetë bëj ata që në zonë ata kënaqen ata kokainë të ditën. Ata janë Hollywood life. Po, ta akoma vitet 80, kokainë nis ditën bodi 3 viza. Ata pëlqej fare. Ata ikin funksionon me ndaj makinë valla, që kanë jetë. As merren jo lexojnë në kalliqe kështu, çfarë thotë. Jo, atje pa merr kokainë më buç, jepi drejtim. Po është ajo që ta shumë që liria është e frikshme. Se qeni që thua ti thjesht nuat kokainën aty dhe mbaroj punën, aq ka në jeta për të bërë. Liria është e frikshme, po plako, po jo liria është akoma më e frikshme. Dakor, pra, po jo të gjithë e kuptojnë atë që se kur nuk je i lirë, do me thënë që dikush tjetër po i bën, po i merr pasazhet e lirëve. Jo, kam fjalën që ti mbiemër. Dikush tjetër po i merr vendimet për ty, domethënë që është përgjegjës për ty, ajo është mungesë përgjegjësie plako edhe ma mendja që ka disa variante. Në Europë nuk kanë nerva, e kupton, nuk e kanë kohën, mbasi nuk e kanë mundësinë, ose mbasi thjesht domethënë nuk duan t'ia dinë fare. Se ka dhe kështu edhe, që nuk intereson fare, kupton. Ka lloj soi. Meni këtë dynja, meni nuk i gjanë. Thuna e fjallë tjetër kështu me rima. Gur bëhet kalaja. Ishte jashtë kontekstit fare, ishte shumë e keqe, ishte. Njeriu që s'mëson si një pemë që lule nuk lëshon, çfarë drejtë është. Fjalët e Cirilit. Apo është vjesht kjo. Nga Naimi. Naim Frashëri. Ja, Frashëri. Mirë plako. Ka që kishim për sot një. Po është dhënë të zënë e gjithë të pasaj se s'kemi lexuar hiç, në fakt është kjo libri ka 19, tonë jemi tani tek 19-ta. Ka gjitha 122 faqe që mbaron me nenin G. Dorëheqja thotë. Se sa dorëheqja këtë. S'kemi vërtet të tjerë. Ku ishte? Në fund fare. Po këtej është bëhet një çik kështu, bëhet një çik armiqësor për lexuesit e puna ime. Se fillojnë tekstet të gjata kështu. Unë e kam atë vëmendjen me sekonda. Po fillojnë më shumë se një faqe kështu në ikën. Jo vetëm ti e gjithë po. Ta lexojmë për trena. Për kokën e namit. Lexojmë gushëllut. Të na paragjykojnë. Tam e fikse ka thënë atë. Tashi domethënë nuk e di se edhe ignorancë njerëzit ti thua dikur që je ignorant e marrin për ofendim, po ta shohësh ignorancë si për kufizim është thjesht që ti nuk e di diçka, ose ti ke diçka mangët, po nuk e di, nuk e ke mësuar akoma, s'ke patur mundësinë ta mësosh. Po ignoranca është ndryshueshme domethënë, nuk është se je budalla. Po je budalla. Nuk është se është shkruar në gush që ti je ignorant ashtu që për ngelur gjithë ditën, domethënë ti ke mundësinë të mësosh e të përmirësohesh. Po kur bashkohet ignoranca me mediokritetin, me një lloj kalbësie kështu, domethënë, me një
Ja mos e u bëm shumë negative vuri dhe. Po janë një rob zoti, na duan, na bën. Je nuk jeni ignorant, jeni të ndritur. Po, Ai Isaac Newtoni do ju kishte zilit. Mbaj mend Newtoni? Pa çka kokre legjeni, ai një moll plako. Çfarë na ka bënë? Na ndriu jetën. Edhe nuk kaluar për aty. Jetën vërtet më. Shavash. I ke bëni? Ato zhvillimet e reja që po bëhen edhe nga gjeometria jo euklidiane, e me do të gjitha, po dalin për lehtë. Si po bie ligji aty? Ligjet e Newtonit do të dalin avash të pasakta, të gjitha tash, ato me zhvillimet e reja. Kush ligji i gravitetit, sa i gravitetit? Po jo, se ka 3-4 ai, sa ka. Po 3 ligje ka, termodinamika, graviteti edhe ligji i inercisë apo jo? Tashin nuk kështu, gjermanisht edhe i diun ai çik plako, po kështu i ka marruar fare, që i duhet bërë me Evën vitë 2 ato, s'mem. Po unë kështu çik mbaj mend në për të, se faktikisht fizika nuk është. Tek ajo podcast i Lex Friedman e kam dëgjuar këtë. Ishte një ftuar një kështu, një çifut, domethënë, punonte në një atë universitet, edhe po thonë që si gjeometria euklidiane, domethënë këto me cepa me gradë me kështu, domethënë. Po ajo është gjë e bazuar, po thjesht nuk implementohet në jetën e përditshme, se nuk e ndikon jetën e përditshme, por do implementohet, domethënë, për këto, për anije kozmike që do të thonë më tej ose për këto aeroret. Dakor, domethënë për sa i përket ligjit të inercisë, ligji i inercisë nuk ka shumë përdorim në jetën reale. Po flasim për grand scale, e kupton, po flasim për gjëra që dakor, inovacionin e humanizmit, njerëz të na falni për fake newsin, molla prap do bjeri ashtu më përpara, nuk po thonë deri këtë. Po jo, për sa i përket ligjit të inercisë, ajo domethënë ajo që zbuloi Newtoni ka vetëm vlerë kur është në vakum, domethënë për hapësirën. Nëse ti nisesh me anije kozmike, arrin shpejtësi maksimale dhe vazhdon pas si lloj pengese, edhe po u fik motori, anija do mbaj atë shpejtësi, se nuk ka asnjë gjë që ta ndikojë. Po, ajo është e drejtë. Shumë faleminderit, profesor doktor veteriner. Për shkëlqimin e lidhjet e normal, profesor i nderuar. Ta kishin pa i dëgjuar ato. Nuk më mungoj. Të them të drejtën, nuk më mungoj. Po. Nuk më mungojnë fare. Domethënë janë të bukura për ato kur bën ai super ushtim. Po kush i përdor me ato formula? Tashi nuk më merre vesh ato formula gjysmë faqe formulë. Të dalin zorë. Është edhe pak kjo që ne bëjmë shumë gjëra me lapse me fletore në shkollë, jo në ana vizuale, domethënë që ti shikojmë ato ose ti bëjmë vetë si eksperimente. Shumë pak herë ma kurse këtë argumentin, se dua që një ditë plako, ndryshe nga të tjera të bëjmë dhe një përgatitje paraprake, domethënë të merremi çik vetëm me çfarë mendojmë ne mendjet e ndritura të këtij kombi rreth sistemit shkollor. Po. Unë kam jashtëzakonisht shumë qejf të domethënë dua që ta diskutojmë pak. Kështu pra të dashur miq, deri herën tjetër, bashkë mirupafshim dhe një të diel ose një mbrëmje të diele të shkëlqyer. Nga unë Blendi Fevzi, apo jo? Jo, mos ika po. Hajde. Në që është shpifje, kujdes. Që është shpifje, po pra po, se thashëm, ka Blendi nuk quhet, unë nuk e përmenda, Blendi ka shumë blendera. Blender, po kam unë një blender në kuzhinë. Edhe unë. Hajde, pra, se do flasim prapë.